Një dron që fluturonte mbi ndërtesat qeveritare u neutralizua në Poloni, njoftoi kryeministri i vendit Donald Tusk. Kohët e fundit, Shërbimi i Mbrojtjes së Shtetit neutralizoi një dron që po vepronte mbi ndërtesat qeveritare dhe pallatit Belvedere, tha politikani. Sipas tij, 2 qytetarë të Bielorusisë u ndaluan. Tani policia polake po heton rrethanat e këtij incidenti. Bëhet e ditur se pallati Belvedere është një nga rezidencat e presidentit polak. Ai dhe rruga Parkova ndodhen pranë njëra tjetrës në kryeqytetin Varshava. Ambasada ruse ndodhet gjithashtu pranë tyre. Duke i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës, vendet e NATO-s janë në luftë me Rusinë. Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, u ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov gazetarëve rusë gjatë një takimi informues më 15 shtator. NATO është në luftë me Rusinë, kjo është e qartë dhe nuk ka nevojë për prova. NATO ofron mbështetje të drejtë për drejtë dhe të torthort për regjimin e Kievit, citohet të ketë thënë Peshkov, duke përsëritur narrativën e Moskës se mbështetja perëndimore për Ukrainën është e barabartë me pjesëmarrje në luftë. Komentët erdhën vetëm disa ditë pasi Polonia konfirmoi se kishte rrëzuar dron rus në hapësirën e saj ajrore, rasti i parë i njohur i një aleati të NATO-s që rrëzon asetet ushtarake të Moskës mbi territorin e vet. Siç vlerësojnë mediat, pretendimi i Kremlinit se NATO është në luftë me Moskën pasqyron nga afër narrativën ruse të dezinformimit që përmbytën hapësirën polake të informacionit me njëherë pas inkursionit. Sipas tyre, Polonia dhe anëtarët e tjerë të NATO-s nuk janë luftëtarë në luftën në Rusi-Ukrainë, por e kanë furnizuar Kievin me armë, trajnime dhe ndihma financiare për të mbështetur të drejtën e tij për vetëmbrojtje kundër pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë. I vetmi vend që zhvillon luftë në Ukrainë është Rusia. Kujtojmë se incidenti i 10 shtatorit nuk ishte shkelje vetëm ruse hapësirës ajrore të NATO-s. Në ditët e fundit, Rumania ngriti gjithashtu aeroplan luftarak F-16 më 13 shtator pasi zbuloi një dron që kalonte në hapësirën e saj ajrore gjatë një sulmi rus pranë kufirit Ukrainas. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se droni hyrë në territorin rumun për gati një orë dhe reagimet sigurisht që nuk kanë munguar. Shefet të politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, e përshkroi incidentin si një përshkallëzim të pamatur.